koalicion që ta zgjedhë të thotë kryekumvendarin dhe gjithashtu LDK-ja nën kryetarin. Ky është reflektimi i parë. Tash kush nuk po reflekton është partia e parë, kushtimisht e cila kur kërkonte një koalicion për zgjedhjen e presidentit. Po reflekton partia e parë. Nuk po reflekton, përpos që nuk reflekton, ishte jashtëzakonisht e zymtë dhe e dhimbshme mund thoja sonte që brëm do thotë në qoftë se zotri Kurti nuk I mjaftonin 81 vota, donte 83-84 për të zgjedhur presidentin, brëm tendoi do thotë krahas gjitha shkeljeve kushtetuese dhe çdo vendim të gjykatës kushtetuese që të bënte me 64 vota të thotë zgjedhjen tenton dhe vazhdon të tenton në seancën e radhës të bëjë zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. Nuk ka reflektim. Nuk tentua vetëm brëm, nuk tentua po vazhdon të tentoj. Po vazhdon të tentoj. Vazhdimet e seancave dhe sot. Edhe sonte që mbrëm, po them që mbrëm se mbrëm do thotë ishin ato iniciativa të hapat e parë, kushdo, edhe njohësi më I thjesht, edhe dikush që sa do pak të mirët me politike, kupton se sa duhet korum për të zgjedhur presidentin në sallë, si duhet marrëveshja, dhe unë kam frikë që subjekti I parë, lëvizja vetëndosje, por palanana është subjekte tjera politike, gara është se kush po e gjen më së shumti atë defektin për të bërë blokadën edhe për ta bërë hapin tjetër për treguar që ne e bëm këtë, po ja zëm rrugën juve, do thotë. Krejt qëllimi, fatkeqësisht sonte mund të themi që po shkojmë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme, po mund të prolongohet edhe me urdhë? Të jashtëzakonshme, parakoshme është pothuajse e njëjta gjë, andaj unë them që gjithë kjo luftë e panevojshme politike është pikërisht për numrin e votave. Se kush dhe çka. Zotri Hamza e thani diçka shumë reale, ne kemi gjykuar do thotë lëvizje vendosje ka shik koalicioneve, vërtet që ajo nuk ka pasur vijat kuqe. Ne po e themi atë që deklarativisht është thënë që PDK-ja as në shkurt, po as tani nuk është që ka pas vijat kuqe për një koalicion, nuk I ka kërkuar zotri Kurti sepse ka pasi diçka si të panevojshme apo jo koordinuar për ta marrë PDK-n dhe gjithë çësia ka qenë te LDK-ja. Është në fakt niveli jashtëzakonisht I ulët kur e shef që një deputete e një subjekti politik më bani konferencë për media dhe ndërhyn një deputet tjetër një subjekti tjetër me një gjuhë jashtëzakonisht jo profesionale jo institucionale, sill me ato në shkrime, bëni ato në shkrime, gjuhë e cila nuk tregon institucionalizëm. Me pak shaka ndonjëherë. Jo, nuk ishin me shaka. Jo, nuk ishte me shaka, po e ndërprente janë kundërshtar kam përshtypjen. Edhe pse ndonjëherë krijohet përshtypja që janë edhe armiq politik. Ndërsa të jenë kundërshtar politik është jashtëzakonisht e drejtë demokratike. Armiq do doja që brenda Republikës Kosovës ta cilësonim armiq politik mes shqiptarëve të ketë armiqësi politike, por po flas për standardin e përfaqësimit dhe po flas sinqerisht për seriozitetin se sa duan. Krejt loja është do thotë, me thënë drejtën është çesharake. Çdo kush mund ta kuptoj. Sillni 15 emrat e zonjës Osmani, po heqim zonjën Hatixhe, e cila mori 0 vota në votimin nga lëvizja vetëvendosje, dhe futeni në garë zonjën Osmani me kandidatën e vet, Zonjë Osmani ose KD nga Lidhja Demokratike. Ose di KD, kur ajo është lehtë të kuptueshme visok se kush do të fitojë, se kush ka shumicën në parlament. Do thotë, hajdeni, bëmani korumin dhe ta kalojmë këstat ashtu sipas dëshirës së zotrit Kurtit. Gjithë pse mbrëm, po themi se edhe e thash që në fillim se partitë politike reaguan me njerë pas nisjes atij procesit votimit pa quorum dhe tha profa përmendja gjykimit gjykatave